Nata e parë e Lim Hotit në shtëpinë e Big Brother Kosova nuk ishte as pak e qetë, përkundrazi, ishte një nga netët më të tensionuara dhe më të përfolura që shtëpia kishte përjetuar deri në atë moment. Që nga hyrja e tij, dinamika kishte ndryshuar rrënjësisht, por askush nuk e kishte menduar se gjithçka do të shpërthente pikërisht në orët e vona të natës, kur dritat u zbehen dhe banorët u drejtuan drejt dhomave të gjumit. Vëmendja u përqendrua menjëherë te Limi dhe Bjani. Pa shumë fjalë, pa shpjegime, ata ushtrinë në të njëjtin krevat. Ishte një zgjedhje e qartë, e drejtë për drejtë, që nuk kishte nevojë për koment. Për disa banorë ishte e pritshme. Për të tjerë provokuese, por për Albën ishte një goditje e fortë emocionale. Alba nuk flinte. Qëndronte zgjuar, me syt nga tavani, duke dëgjuar zhurmat e vogla të natës, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur gjatë ditës. Pamja e Limit pranë Bjanit i ishte ngulitur në mendje. Nuk ishte xhelozi e zakonshme, ishte përzierje e dhimbjes, shgënjimit dhe ndjenjës së mosrespektimit. Pas disa minutash hezitimi, Alba u ngrit nga krevati, hapat e saj në korridor ishin të qetë, por zemra i rritë fort. Kamera e ndoqi çdo lëvizje. Kur hyri në dhomën ku flinin Limi dhe Bjani, atmosfera u bë menjëherë e rënë. Ajo u afrua drejt krevatit, pa thënë asnjë fjalë. Me një gjest të shpejtë, Alba I hoqi jorganin, nuk bërtiti. Nuk bëri skenë të madhe. Por ky veprim I thjesht ishte I mbushur me simbolik. Ishte një reagim emocional, një shpërthim I mbajtur gjatë gjithë ditës, një mënyrë për të thënë, unë jam këtu. Nuk jam e padukshme. Bjani u zgjua e tronditur. Limi u ngrit menjëherë, I habitur nga ajo që po ndodhte. Në dhomë ra heshtje për disa sekonda, ajo lloj heshtjeje që peshon më shumë se fjalët. Çfarë po bën? U dëgjua të thoshte dikush me zë të ulët. Alba qëndroi përballë tyre, me sytë që I shkëlqenin nga lotët, por me qëndrim të fortë. Nuk u shpjegua gjallë. Nuk kërkoi falje. Vetëm u kthye dhe u largua nga dhoma, duke lënë pas një situatë të tensionuar dhe të parehatshme. Banorët e tjerë u zgjuan. Shtëpia, që pak minuta më parë ishte në heshtje nate, tani ishte e mbushur me përshpëritje, pyetje dhe shikime të habitura. Disa mendonin se Alba kishte reaguar nga dhimbja, të tjerë e shihnin si një provokim të panevojshëm. Por askush nuk mund të mohonte një gjë, emocionet kishin shpërthyer, Limi mbeti I menduar. Veprimi I Albës e kishte vënë përballë pasojave të zgjedhjeve të tij. Bjani, nga ana tjetër, ndjeu peshën e situatës dhe filloi të distancohej emocionalisht, të paktën për atë natë, ndërsa Alba u kthye në shtratin e saj. Lotët I rridhnin në heshtje. Nuk kishte fituar asgjë, por kishte nxjerrë jashtë një dhimbje që nuk mund ta mbante më brenda. Kjo natë u kthye në një nga episodet më të komentuara të Big Brother Kosova. Jo për skandale, por për faktin se tregoi sa të forta dhe të pakontrollueshme mund të jenë emocionet kur e shkuara dhe e tashmia përplasen nën të njëjtën çati. Nga ajo natë, asgjë nuk ishte më njësoj. Marrëdhëniet u tensionuan, kufit u rishikuan dhe loja mori një drejtim tjetër, sepse në Big Brother, ndonjëherë një jorgan I hequr flet më shumë se 1000 fjalë.